Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 3 deri në datën 9 gusht. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse aty janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, por dhe video të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, do flasim pak në lidhje me anën astrologjike për këtë javë. Është një javë ku kemi Kironin në Dem dhe është në retrograd. Kështu që është një periudhë do ndikoj shumë të shenja e Demit, Akrepi, Luani, por dhe shenja e ujorëve. Dhe do ndikoj më tepër të lindurit në pjesën e parë të shenjës, në 10 ditëshin e parë. Kështu që çështje ose situata që ju kishit menduar që i kishin mbyllur, do kërkojnë një rishikim të dytë gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një javë, sepse kemi dhe Venusin në peshore, është një javë që do sjelli marrëdhënie erotike, do sjelli ripërtëritje, do jeni më kreativ, do keni bashkëpunime, do keni kontakte të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë fantastike. Dhe është një javë ku nga ana tjetër do t'ju japi guxim. Do t'ju japi guxim për të kërkuar gjërat dhe që ju dëshironi, por ndërkohë do punoni dhe me bindjet tuaja. Duhet keni kujdes gjatë kësaj jave në lidhje me egon. Dhe do fillojmë me të gjitha shenjat me radhë, shenjat e horoskopit, dhe të shohim se si do jetë kjo javë për të gjithë ju. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Erdhi një energji fantastike për ju. Atëherë, kemi të bëjmë energji të shenjave të ujit, kemi të bëjmë energjinë e shenjës luanit dhe energji të shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose anën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë, shoh një fillim të ri në dashuri, një njofje e re, do ndjeni shumë të lumtur, do keni sharm, do keni shkëlqim gjatë mesit të javës. Kjo njofje e re do t'ju bëjë që ju të shikoni gjërat qartë në lidhje me një njofje që do futeni, por do t'ju japi dhe shkëlqim. Ju shoh që do ndjeni shumë të lumtur me këtë person. Mund t'jeni edhe duke shkuar me pushime, aty vjen një person, ka emocione në lidhje me ju, dhe ju do ndjeni shumë mirë, do keni një takim që do t'ju japi shumë lumturi. Dhe shoh në fund të javës do mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë njofje që do t'ju vi. Në rastin tjetër shoh që do keni lajme të mira në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Ju do filloni të shikoni gjërat më qartë. Por në lidhje me një fillim të ri, dhe është një fillim i ri i menduar mirë. Për pjesën tjetër ka lidhje me një fillim të ri ekonomik, ku ju merrni lajme të mira, këto lajme do t'ju bëjnë që të ndiheni mirë, dhe shoh një fillim i ri që ju e kapni. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një partneritet, mund të jetë një biznes, pavarësisht se jemi në periudhë pushimesh, jo të gjithë pushojnë në të njëjtën kohë. Ose në rastin tjetër mund të jetë që mund të jepni ju një mundësi fëmijëve ose fëmijët ju një mundësi ekonomike. Është një javë fantastike, me lajme, me fillime të reja, shkëlqim, sharm, ju shoh shumë kreativ gjatë kësaj periudhe. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi.
Atëherë, erdhi energjia juaj 2 herë, jemi te energjia e shenjës së Demit, energjia juaj përsëri dhe këtu energjitë shenjave të tokës. Atëherë ju shoh që do jeni të bekuar në një njohje që do futeni, që në fillim të javës, shoh që mund të keni fejesa, martesa, bashkëtesa gjatë kësaj periudhe, mund të keni finalizime të njohjeve ose të lidhjeve tuaja. Ndërsa në lidhje me punën, shoh që do keni kontrata të rëndësishme, por dhe partneritete gjatë kësaj periudhe. Shoh që kjo mund të ketë lidhje edhe me shtëpinë, me familjen, me karrierën tuaj, çfarëdo që të jetë, do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Gjithsesi shoh që në mesin e javës keni nevojë të qëndroni me veten, sikur tërhiqeni, mbylleni brenda vetes tuaj, nuk jeni duke menduar se si t'jepni drejtim një dashurie ose një njohje ose lidhje që keni, edhe pse shoh që fillimi i javës do ketë finalizime, por ju shoh që jeni në një pozicion ku shkëputeni nga gjithçka. Ndoshta keni nevojë edhe për një pushim, për t'i dhënë drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me punën, por ndërkohë do mendoni dhe në lidhje me këto kontrata që do lidhin në fillim të javës, ose me partneritete që ju mund të futeni. Dhe fundi javës, ju shoh që do jepni dhe do merrni, shoh një bollëk parash, ose ju do merrni rezultatet e punës tuaj. Dhe këtu flasim rezultatet e punës tuaj në lidhje me një dashuri. Në rastin tjetër, ju do merrni rezultatet e punës në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me kontrata dhe partneritetet të ndryshme, ose në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta është një vendim shumë i rëndësishëm në fillim të javës që do t'ju bëjë që ju në fund të javës të ndiheni më të realizuar. Ndërsa për pjesën tjetër shoh marrje parash në fund të javës. Ju jeni duke menduar në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, dhe fundi i javës shoh që do t'ju sjellë të ardhurat të mira. Ndoshta do merrni një shumë, jo ndoshta, por merrni një shumë të konsiderueshme parash, do jeni duke menduar ndoshta edhe për të shkuar me pushime, por në rastin tjetër shoh që do mendoni për të hequr dhe kursime gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shoh kemi energjitë shenjave të ajrit, jeni ju vetë energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh me një zhgënjim gjatë fillimit të javës, mund të jetë një zhgënjim në dashuri, mund të jetë një zhgënjim në lidhje me një udhtim, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë keq kuptime që mund të ndodhin me njerëzit që ju rrethojnë ose dhe me persona që mund të bëjnë gjëra mbas shpinës tuaj. Gjithsesi, është një fillim jave ku ka të bëjë dhe me anën psikologjike, mund të jetë zhgënjim, mund të jetë ju mërziteni nga diçka që ka lidhje me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi unë shoh që merrni një zhgënjim, por mes i javës ju bën që të kapni fort një fillim të ri, të kapeni mbas këtij fillimi të ri, të menduar mirë. Dhe ju dëshironi të lini mbrapa këto zhgënjime që keni kaluar dhe shoh fillimin e një njohjeje të re. Por është një person që vjen drejt jush, është një person që ndoshta ka arritur edhe një lloj stabiliteti në veten e vet dhe është duke menduar seriozisht në lidhje me ju. Ndërsa në rastin tjetër ju shoh që mund të keni negociata, bisedime të ndryshme. Mund të jenë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, mund të jenë me dokumenta të ndryshme, ka lidhje me negociatat te vendi punës, ose në rastin tjetër me studimet tuaja. Ndoshta ju keni dhënë shumë në lidhje me gjithçka, ju shoh, por keni përfituar shumë pak në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me negociatat më tepër. Ose në rastin tjetër ju keni arritur një lloj standardi, tani jeni duke menduar
ose duke pasur ide të reja gjatë kësaj jave në lidhje me investime të ndryshme që ju dëshironi të bëni, ose me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Sepse shoh që është një fillim i ri, menduar mirë dhe ju po e kapni fort, edhe pse keni kaluar, shoh në situata shumë të vështira, në ngritës, në dëbor, ju përsëri ju shoh që keni një energji të jashtëzakonshme për të kapur dhe logjikisht dhe për të menduar logjikisht në lidhje me fillimet e reja që ju do bëni. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me studimet, në lidhje me anën shëndetësore, në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme, me ligjin, me shtetin, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të keni dhënë shumë para aty, keni paguar shumë para, shoh që ndiheni pak të pakënaqur, por gjithsesi do jeni duke pasur ide të reja në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Gjithsesi është një javë mirë edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gaforit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju uroj një javë të mbarë të gjithë ju. Atëherë shohim energjitë, jemi te energjia e shenjave të ajrit, energjia e shenjave të tokës dhe përsëri energjia e shenjave të tokës. Ju mund të keni dashë dende në ocean në këto shenja. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh që largoheni nga disa tensione, ose keni kundërshtime mendimesh në një njohje, në një lidhje. Mund të jenë kundërshtime mendimesh me fëmijët tuaj, në familjen tuaj. Gjithsesi për pjesën tjetër mund të zbuloni një sekret dhe largoheni, aty lindin disa tensione. Ndërsa për disa të tjerë mund të jenë tensione te vendi punës ose mund të jenë tensione ekonomike për një pjesë tjetër, se jo të gjithë ndikojnë njësoj. Dhe në mesin e javës ju shoh më të organizuar, harrini të stabilizoni këto situata, bile shoh një energji, kush ka fëmijë mund të largoheni nga disa situata që mund të keni kundërshime mendimesh në marrëdhënien tuaj, dhe unë shoh që largoheni, lini mbrapa këta persona dhe largoheni. Mund të jenë dhe persona të shoqërisë tuaj, mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por shoh një largim. Ose kundërshime mendimesh te vendi punës në lidhje me idetë që keni. Dhe në mesin e javës ju shoh që do harrini të stabilizoni situata. Do harrini të bashkëpunoni në marrëdhëniet, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, edhe me familjen tuaj, por për disa të tjerë mund të ketë kundërshime mendimesh në lidhje me një blerje shtëpie ose me marrjen e disa parave. Por shoh para në rritje këtu. Ana ekonomike, edhe pse mund të jetë fillimi i javës pak shumë, mes i javës ju gjen me një shumë të konsiderueshme parash, me disa para, me blerje, mund të jetë blerja një shtëpie, blerja një makine, mund të bëni blerje online, dhe në fund të javës shoh një person që vjen në jetën tuaj, në momentin që ju të stabilizoni disa situata, tensione që mund të keni, ky person kërkon dhe një mundësi. Flasim në lidhje me dashurinë. Ndërsa në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, shoh që do vi një ofertë pune në lidhje me ju, ose mund të jetë një ofertë ekonomike për pjesën tjetër. Gjithsesi është një fantastike, ju lini mbrapa tensionet, harrini të stabilizoni gjithçka, bëni blerje këtë javë, shuma e parave tek ju rritet, por ndërkohë shoh që do keni dhe oferta. Oferta në lidhje me dashurinë, oferta në lidhje me punën, ose në rastin tjetër një person që ju largoheni kërkon një mundësi përsëri për të qenë me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë.
erdhi një energji fantastike, kemi rrotën e fatit, ku kemi 4 energji, energjia shenjës së demit, akrepit, luanit, është dhe energjia juaj dhe virgjëreshës. Kemi kullën, kemi dhe energji të monedave, energji toke. Atëherë shoh që fati ju ndihmon në një ndryshim të madh që ju dëshironi. Shoh që në qoftë se ju kërkoni një ndryshim të madh në dashuri, jeni në njohje, dëshironi ta çoni para, atëherë fati do t'ju ndihmojë për të ndryshuar diçka, ose në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju mund të lini mbrapa njohje, lidhje ose marrëdhënie që nuk funksionojnë, që mund të jenë krisur, dhe aty shoh që vjen një ndryshim i madh, mund të jetë dhe një ndryshim i papritur, por fati do t'ju ndihmojë. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që ndiheni në dilema në lidhje me dashurinë. Por kjo mund të jetë edhe një çështje në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me punën, me karrierën, ose në lidhje me kontrata të ndryshme që ju do bëni, por gjithsesi fati do t'ju ndihmojë për t'i çuar gjërat të para. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që fati i ndihmon për të ndryshuar lukun, ndoshta ju jemi në muaj ngusht, ju ndryshoni diçka te vetja juaj, dhe ky ndryshim do jetë shumë pozitiv për ju. Sikur do t'ju ndryshoj, sikur ju ndryshoni atë veten tuaj, ose do ndjeni më mirë brenda vetes tuaj. Ju do keni fat në njohje, do keni fat në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë, me udhëtimet, jashtë vendit, me pushime të ndryshme që dëshironi të bëni. Gjithsesi është një periudhë që mund të keni dhe zhvillime ose të keni një ndryshim të papritur, të vinë ndryshime të papritura që mund t'ju fusin në dilema. Dhe këto ndryshime, pavarësisht se mund të jenë pak tronditse, po unë shoh që do vinë për mirë tek ju. Dhe ju si fillim do futeni pak në dilema. Mund të jeni dhe midis dy personave, dy situatave, dy çështjeve të ndryshme, ose ju këto ndryshime që do t'ju vinë papritur, edhe pse fati ju ndihmon, do t'ju fusin dhe do t'ju bëjnë që ju nuk do dini çfarë të bëni gjatë fundit të javës, sepse është një ndryshim që do vi papritur, që edhe mund t'ju trondis, dhe kjo gjë ju bën që të futeni në dilema për t'i dhënë zgjidhje, ose për të bërë këto ndryshime të nevojshme në jetën tuaj. Ndoshta edhe një ndryshim luku, një ndryshim në paraqitje, një ndryshim vendi, qyteti, një ndryshim pune, një ndryshim karriere, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Atëherë, është një javë fantastike, pavarësisht ndryshimet vijnë për mirë. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë, video e parë u prish, letrat ishin hapur, kemi energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës dhe kemi kullën. Atëherë ju shoh në festime, ju shoh do jeni shumë kreativ, do keni takime në fillim të javës, me njohjet, lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja, shoh që jeni duke festuar. Për pjesën tjetër do takoni një person, takoni një njohjere, mund të jetë në grupe njerëzish ose ju mblidheni me familjen tuaj ose shkoni diku dhe aty njihni një person. Për pjesën tjetër shoh që do jeni duke stabilizuar punën tuaj, anën ekonomike, por për disa të tjerë shoh edhe shoh edhe që mund të keni zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, ose ju mund të shkoni nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, dhe aty do jeni duke festuar. Është një fillim jave fantastik në lidhje me ju. Dhe në lidhje me një person që do takoni gjatë fillimit të javës, shoh që do jeni duke menduar seriozisht në mesin e javës, sepse ju kërkoni vërtet një ndryshim të madh, dhe vjen një ndryshim i madh në lidhje me këtë person. Ju do dëshironi të ndërtoni gjëra më të sigurta. Ndoshta vjen një person me pushime, ju e takoni aty, do mendoni seriozisht me këtë person dhe shoh që dëshironi të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj, të ndryshoni statusin tuaj, dhe të ndërtoni një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie më të sigurt. Për pjesën tjetër, në lidhje me një zhvendosje që do keni, do mendoni shumë për anën ekonomike, ose në lidhje me një investim që dëshironi të bëni. Dhe shoh që aty dëshironi vërtet të bëni ndryshime të mëdha edhe në lidhje me anën ekonomike, ose ju dëshironi të ndryshoni shtëpinë. Dëshironi të investoni te shtëpia juaj.
Në rastin tjetër, mund të jenë fëmijët ata që do t'ju mbështesin nga ana ekonomike për të investuar në shtëpinë tuaj, ose për të investuar për ju. Por edhe e kundërta mund t'jeni dhe ju që investoni për fëmijët tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju harrini të stabilizoni çfarë do lloj situate, ju shoh në festime, në njohje, me personat që ju dëshironi, jeni duke festuar, mendoni shumë seriozisht në lidhje me gjithçka, por keni dhe frikra brenda vetes në lidhje me ndryshimet që vijnë tek ju, por janë ndryshime që vijnë për mirë. Do jenë të papritura, por janë ndryshime që vijnë për mirë në jetën tuaj. Çfarë do lloj ndryshimi që të kërkoni të bëni gjatë kësaj periudhe. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.